محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin ton, pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, vërtet jemi në muajin e bekuar, në muajin e Ramazanit, po ky muaj përveç atyre begative, mirësive të shumta që i kemi përmend her pas here prej fillimit të Ramazanit, ky është muaj i fitoreve të mëdha, të cilat në të i kanë arritur besimtarët musliman. Muaj në të cilin jemi është muaj i fitores së madhe që arritën muslimanët në betejën e Bedrit. Dhe dita e 17 e muajt të bekuar të Ramazanit, që korrespondon me ditën e nesërme, është ajo ditë kur për herë të parë në historinë e muslimanëve një grumbull i vogël i muslimanëve prej 314 vetësh u përballën ushtarakisht me një turm 3 fish më të madhe në vendin e quajtur Bedr. Dhe dalën aty edhe u takuan me armiqet e tyre të përbetuar, të cilët nuk kishin lanë ndonjë metodë apo ndonjë mjet të keq pa përdorur vetëm që ta ndalin davetin, thirrjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa që armiqësia e tyre arritin kulminacion dhe e dëbuan, e përzunën pejgamberin alayhi salatu wassalam nga Mekka, dhe ky me shokun e tij të ngushtë me Ebu Bekr es-Siddiqun radhiyallahu anhu, të mërzitur, të përlotur, e lshuan Mekën e bekuar. Dhe kur dolën jashtë Mekës, nga një kodër atje nalt, pejgamberi alayhi salatu wassalam u kthye ka vendi bekuar, ka Mekja, ka Çabja, dhe i tha: oj Mekë, wallahi po më dëbojnë, po më përzanin, se kur nuk të kisha lshue. Ama do të kthehem një dite. Që kjo pjesa e fundit do të kthehem një dite, ja kisha kushtu këtyne vëllezër dhe motrave që armiku jon shekullor i ka dëbu, i ka përzon. E kanë shku edhe ka lindja atje, ka Shami, e ka Turqia, e ka Evropa, Amerika e Australia. Ju kisha thonë atyne, nëse na dëgjojnë edhe shikojnë, se armiku shekullor ka shkue, Kosova tash është në pace, Kosova është e pavarur, e tash do të me u kthye. Do të me gjetë rrugë, do të me gjetë mekanizma, nëse jo të gjithë, po shumica me u kthye,
edhe pse unë e di që nuk do të kthehen shumica, po të paktën nëse s'arrihet shumica, të kthehen pakica. Sepse kur pejgamberin alayhi salatu wassalam e përzonën, e dëbuan, ai premtoi që do të kthehet. Edhe çka shkojnë në Medinë, ja tash ti më nai dur kryç atë dhe kom kryç, po filloi me punue, edhe e bani shtetin, e forcoi shtetin, mas pari i lidhi besimtarët me Zotin, pastaj edhe me ligjet e Zotit. Dhe erdhi momenti kur dalën në Bedër, në periferitë Medinës apo jashtë Medinës, edhe për herë të parë u ballafaquan me kënd, me armiqet e tyre ushtarakisht. Dhe vllazën këtu ishte ajo linja ndarëse, imani edhe kufri. Fitoi kufri, shumë problem për muslimanët. Fitoi imani, shumë problem, edhe shumë shqetësime ka me pas për je besimtarët. Pse? Sepse për herë të parë muslimanët po dalin fitues përballë jo muslimanëve, po dalin të fortë, edhe pse të pak në numër, përballë atyre që janë të shumë të numër, por të dopt edhe të ligë. Dhe Allahu Teala, manë men, nuk ka problem numri, nuk ka problem sa kjeti munician, sa kje arsenal bërthamora ku ta dione, se du të me pas disa burra që i përdorin që ato. E numri nuk është më rëndësi është qka ti me pas njetin qëllimin e pastër për Allahun, pastaj me i bo përkatitje tjera. Dhe muslimanët qka i kërkuan ndihmë Allahut, ju drejtuan Zotit, sa që pejgamber alayhi salatu wassalam unë dalë atje në një qoshe në Bedër, e i ngrehi duart lartë, sa që edhe të bartën në sjetlave i doli, dhe luti Allah, tha Allah, na ndihmo sot këtu, se nëse sot na nuk fitojmë, ma nuk ka me pas musliman që ta adhurojnë ty. Kanë me na mytë kejtve, nëse tis na ndihmon. Nuk u bazuan forcën e vetë, se e ka pas forcën e 40 burrave. Nuk u konaj sikur na një me undesh, po e ka pas forcën e 40 burrave. Shokët e ti si luaj krejt, po prap nuk u bazuan veten edhe në shokët e ti, po qka i kërkojnë ndihmë Allahut, edhe Allahu e përshkruan në surën El-Enfal, e përshkruan ngjarjen ku Allahu e përmend thot idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi 1000 min al-malaikati murdifin. Që do të thot, ju i kërkuat ndihmë Zotit. Ju i kërkuat ndihmë Zotit tuaj, e ai ju përgjigj duke ju thënë, unë do t'ju ndihmoj juve me 1000 me lajke të cilat vinë njëna pas tjetrës. Allahu ja uqej 1000 melek, 1000 engjëj, të cilët marrën pjesë aktive në betej. Në kryet këtyne melekve ishte kush? Ishte edhe Gjibrili a.s. Pse pat nevoj Gjibrili a.s.? Se në kryet të atyne armizve të Allahut edhe të pejgamberit ishin ata koflartë, shejtant. E në kryet të tyne ishte kush? Iblisi, a i pari i të këshile. Edhe kënene erdh i pari i të mirëve, i pari i melekve, kush? Gjibrili a.s. Për ata të ndërruat lëzër, këta 313-14, sa kanë qenë në betej, gjatë gjithë jetës janë konë dalun. Janë konë dalun gjatë gjithë jetës, qëta burra, që kanë marrë pjesë betej. Mirë po, Gjibril a.s. Kur e pyeti Muhammedin a.s. Qysh i llogaritni qita që kanë marrë pjesë në betejën, luftën e Bedrit, pejgamber a.s. tha këta janë njerëzit më të mirë, më të dallun. Gjibrili tha edhe na me laqet, edhe na tha ato 1000 me lajke, 1000 engjëj që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, i llogarisin me laqet më kryesore, me laqet më të mira. Ato që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit. Vllazë, kur të lësh me Zotin pastaj, so shqetëso shumë. Kur t'ja lejsh Zotit në dorë, ti vesh e bën punën, për rezultat e kitë sigurt, mos u shqetëso shumë. Sa që tregon njëri prej sahabive thot, na të luftu me ata idhujtarët, me ata jo besimtarët, veç kur i pajshëm i bishin kokat në tokë. Që ka ndra kokat në tokë? Me lajket ja kanë një kokat.
Edhe që përshkruan Allahu te bareke ve teala, çka? Allahu e bani pra këtë një fitore të madhe për muslimanët. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa li tatma'inna bihi qulubukum. Allahu pra e bëri këtë fitore një lajm që ju gëzon juve, një lajm të mirë. Edhe bani këtë fitore që t'ua qetëson juve zemrat, që t'jeni të qetë, që jeni rahat, sepse me këtë fitore e keni arrit kanë ato që e synani, me mposht kufrin, me mposht jo besimtarët, e Allahu po thot, wa man nasru illa min indillah, dhe fitoria nuk e për dikuj tjetër, vetëm se prej Allahu te bareke wa taala. Kjo vllazën është një fitore e madhe që është shënuar këtë muaj, po fitoret nuk kanë të ndalur në muajin Ramazan. Pastaj në ditën e 20 të këtij muaji të bekuar, muslimanët çka pastaj ma vonë muslimanët po ashtu në Ramazan në ditën e 20 u kthyen në Mekë edhe e çliruan Mekën. Tash po kthehet kush? Po kthehet pejgamberi alayhis salatu wassalam, një njeri që kanë dëbu, e kanë maltretu, e kanë dhunu, e psikisht e fizikisht e krejt, e ja kanë marrë pasunin e shtëpinë e krejt, që ka pas, tash u forcuan me dine, edhe po kthehet dal nga dal, me kanë me shokët e ti, edhe jo që po fitojnë, e po e shlirojnë Mekën, po të për ullur krejti rreshqin aty për para. Hynin Mekë, shkojtë qabja, qabën e kishin mbështjell me idole, me idhuj që pretendonin se janë zotra. Para mendojeni vëllezër, 360 idhuj, idole. Dikush e kish një zot pej gurit, dikush e kish pej drunit, dikush e kish pej hurmeve, e kish bosi zot aty, e kish mbështjell hurmen, ato brumin e hurmeve, e dikush pej diçka tjetrit, e i pastroj krejt, i largoj pej çapës pejgamberi alayhis salatu wassalam, i thiri banorët e Mekës. Tash edhe i pyeti, o banorët e Mekës, e tash, çka mendoni ju? Çka mendoni se ka me bo one me juve? Ata krejt të strukun, krejt kokën poshtë, të nënçmume dhe të poshtnum, dulen aty, dulen prej aty në vene ku ishin mshef, edhe i thanë, o Muhammed, na nuk dim për ty diçka tjetër, veç e dim që je njeri mirë. Qysh njeri mirë kër e kam për zonë? E kanë maltretue, mirë po disa u binden, e disa pejtute e kishin. Disa pejtute e kishin. Edhe çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, që e ka pas drejten me u hakmar, se me çdo ligj, edhe të Zotit, edhe të njerëzve, nëse të bëhet pa drejtësi, ke drejt me marr hakun tënë. E pejgamberi alayhis salam, çka ju tha? Shkoni tha, idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni tha, vazhdoni jetën se ju jeni të lirë, i fali krejt. Edhe ata që besun, edhe ata që s'besun. Kjo është e falja e madhe që e kanë muslimanët. Andaj të nderuar vëllezër, pra në këtë muaj të bekuar u shliru Meka, ku Allahu Teala në Kur'anin fisnik thot, inna fatahna laka fathan mubina, që do të thot, o Muhammed, ne të dham ty një fitore të qartë. Pra një fitore të qartë që po e shef, sepse me forca që i ka pas pejgamberi s'ka mujt me shliru Mekën. Mirë po çka ishte prap ndihmë e Allahut, edhe Allahu ja dha shlirimin e Mekës. Andaj të nderuar vëllezër, këto dhe fitore të ngjashme me këto kanë ndodhur në muajin e bekuar të Ramazanit. E tash po kthehemi me aktualitetin, me realitetin ton. Interesant çysh korrespondojnë gjanat, çysh koincidojnë gjanat edhe këtu në Kosovë në Ramazan. Edhe këtu në Kosovë në Ramazan në vitin 1998 u sulmue familja legjendare, familja shlirimtare, familja Jashari. A është e vërtet? Po kejtë e pranojnë, veç këta që janë pak alergjik, i kanë dalë pushrat në trup, s'po mujë, si t'ja përmensh islamin, kejtë po ju skuqe trupi, alergjia. Edhe ashtë ma interesant anë kur për përmend aty se që që të regojnë ata rahmetlit, Allah i mshiroft, që janë me do inqizime, se vallahin o rrezik që asë një pjesë e gjematis na kishim besue. Kisha që shpejnë dreqin këta. Po që janë me të inqizimet e shënimet, e që të regojnë ata të vdekurit, kur kanë qenë gjalli, ka dhonë intervistat,
jena sulmu thët në kohën e Syfyrit, edhe të regojnë për Axhan Shaban që ka qenë duke marë abdes për me falë kënë namazin e sabat. Pse? Sepse Axhan Shaban, Allah e këna xhenetet e ti, ka qenë një hoxh që ka kryer shkollën për hoxh, po ka punu mësues apo që ka punu. E normal që për një njëri që është i lidhën me Zotin, nuk dalin djemë edhe qikat rrugaqa, e hajna, e kriminela, po dalin djemë edhe vajza që janë të lidhur me Zotin edhe sakrifikojnë gjithçka për Zotin. E aty krisi ajo pushka publike që më veç po ndeshemi për herë parë edhe na. Parmendo, na tash një grumbull i vogël i shqiptarve, i besimtarve, po ndeshemi me një fuqi të madhe, që deri dja po për dje ka qenë e 4 e 5 në Evropë me arsenalin e madh ushtarak që ka pas. Vllazën me asnjë matematik, as ushtarake, as strategjike, as politike, nuk isha rrit fitoria. Po kur don Zoti, ti vesh thuj Zotit, unë jam i gatshëm me sakrifiku për ty. Ata nuk ju thanë grave fëmijëve, ikni krejta një 2 vet për rrim që aty pepresën. Krejta i madh i vogël qëto. Në kohë nevoja po sakrifikohemi, edhe kanë met në analet e historisë. S'ka mo kush që e zhban ata, që kanë bo ata, të lumt ata për veti. Edhe në Ramazan qka për herë par ju këthy tyta, ju këthy pushka armikut shekullor, edhe dal nga dal në vitin tjetër veç u shtirum dashti Allahu, edhe qka i soli shkaqet se bepet, edhe sot është begati e madhe. Nimet i madhe është me qenë i lirë o vllazën besimtar. Veç këta tri që se kanë përjetu okupimin e dhunën, këta se adim vlerën liri. Se na tjerë që kemi mbri, vallahin nuk ka dhuntima të madhe që na ka dhonë neve Allahu te bareke ve taala në këto vitet e fundit se sa çlirimi nga okupatori shekullor. Fitore tjera ka shumë, por inshallah në të ardhmen prap besimtarët forcohen, sepse pak janë plagështuar, pak janë lodh, jo për diçka tjetër, po për shkak të luksit o vllazni. E keni po problem për kem çka me hanger. Për para një ditë ke pas çka gjell, një ditë brum, pite, gjell, brum, 2 qito janë kom, edhe janë arritë, janë shkolluar, alhamdulillah. Tash është problem çka me qit hanën. Ta na i të martën, para mendo liber, 300 flet, 400 flet, me çka? Me recepta qysh me i bo shqimet se dojna me dekuni, subhanallah. Po që të mërë që aty më se bëtë madhe mërë. Na myti luksi. Andaj vllazën, jena këtë muaj të bekuar, kur na po jetojmë lukse, disa ende luftojnë o vllazën për me hangër e për me pinë. Këtë vend, nuk po flasë për në Afrikë, po flasë për në Kosovë, kur na po jetojmë luks, të tjerët për me hangër me pi, a kë lavdohet thët, gomat e kjerit kaq, e kjo, ato rekuizitat, ato gjonat i reklamojmë, e ushqimet, e veshjet, e ato, a këtu ka njerëz në Kosovë që ende luftojnë për me hangër për me pi. Se për kulëm i kohë ka dhe shumë të tjerë. Andaj vllazën, kjo pjesa që po na vjen pjesa e fundit, është pjesa ku manifestohet humaniteti, solidariteti, bamirësia jonë. Bënu ma human, bënu ma solidar, se vallahin, çka do që të bëni? Pasha Zotin nuk i zgjidhni problemet e fukarave, e të gjorëve, e të shkretëve, e të smurve, e të bëshlive, nuk i zgjidhni shumë. Vetit ja zgjidh problemet. Vetit ja rregullon jetën, sepse Allahu ty të shpërblen në bazë të veprës. Ti e gëzove dikën që tash në Ramazan. O vallahin re i lumtur i kënaqur se ka me të gëzu Allah. Ti ja largove dikujt një borxh, a 2 borxhe, a 3 borxhe. Ka me t'i largu Allahu borxhet tua që shkon ti me një mal borxhesh para Zotit. Kështu që kontriboni sa të muni, ndihmoni sa të muni, edhe në asë institucion si Bashkia Islame, është shumë jo korrekte, mos më falenderua se prej kur ekziston Bashkia Islame, që ta baballarët tonë, stërgjëshit tonë e kanë majtë. Me keqare do të me thonë, po ndrohen qeverit njëna mas tjetrës, Allahu na rujt, po na provokojnë, ta shqyre nuk e di që ka ndodhë mbron veç, se kam qenë xhami të Ivon, veç dëgjova që ka necë punë të keq. Tash prap po dojnë me na qunë zedhje, po cila do që po vjen për fen, po thët, nuk ta një. Interesant, nuk ka njëri që i bashkon këto partit politike.
Amo dreqi për i bashkon një vend. Ku? Që fen mos e njefni. Do me thonë fen hiq ende vllazën nuk të ndan 1 euro. As një qeveri. Hiq as një. Zdoj me një as njona për xhamit. Po bile me na hek qëta rryme, me na hek qëto shpenzimet. Jo pasha Zotin, për ta do të mi mshel krejt. Andaj shka është mesazhi? Mesazhi është që kontriboni për shtëpitë e Zotit, e Allahu ja u ktheft në dynja në ahiret, e ja u shto bereqetin se vallahi mos me i majt ju, unë veç do të me marrë qelë, se në me ashti gjatë deres edhe me i mbyll krejt, se s'funksionojnë vetëm na, veç na hoxhallarët. Po ju po imani xhamiat, ju po imani hoxhallarët, ju po imani medreset, ju po imani fakultetin e studimeve islame, ju po imani bashkinë islame, edhe Allah kom ju majt juve. Nuk po hub xhamia, as ju s'keni me hub kur. Allahu ja shtoft të mirat e dynjas edhe të ahiretit, ju boft juve dhe neve gjithë zbashku prej banorëve të xhenetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.